Habit mjeku. Hiqni dorë me njëherë nga këto ushqime, rrisin tensionin e gjakut. Ushqimi i parë për personat me hipertension që duhet të evitohet është kripa. Duke ditur se kripa ndikon në tensionin e lartë të gjakut, ajo duhet të evitohet sa më shumë të jetë e mundur. Kufizimi i përdorimit të ushqimeve të kripura bëhet duke analizuar përshkrimin e përmbajtjes të ushqimeve të paketuara, sepse ushqime të tilla mund të përmbajnë sasi të madhe të kriprave dhe sodiumit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Citon Eating Well. Konsumi i tepërt i sodiumit mund të ngushtojë venat e gjakut dhe të rrisë gjithashtu tensionin e tij. Do të befasoheni me sa shumë sodium përmbajnë ushqimet të paketuara, ka thënë dietologja Maria Ellen Fraga. Ajo i ka këshilluar njerëzit të përgatisin vetë ushqime në shtëpi, ta bëjnë më shpesh këtë në mënyrë që të mos blenë produkte të gatshme dhe ato të paketuara. Një shujtje e ushqimeve të shpejta mund të përmbajë përmbi rreth 1300 mg krip, gati sa totali i asaj që lejohet të konsumohet gjatë 3 ditëve. Për njerëzit me tension të lartë të gjakut, The American Heart Association rekomandon të konsumoni jo më shumë se 1500 mg krip në ditë, pasi konsumi i 1000 mg në ditë mund të përmirësojë tensionin e gjakut dhe shëndetin e zemrës. Për personat me hipertension është e rekomanduar të konsumohen më shumë fruta dhe perime, sidomos ato që përmbajnë kalium. Ushqimet e pasur me kalium janë thjerrzat, kumullat, bananet, fasulet, portokalli, kivi, kungujt, karrotat, patatet, bulmeti me pak yndyrë, gjithashtu dhe kefiri. Strategji të tjera për përmirësimin e tensionit të gjakut janë aktiviteti i rregullt fizik. Gjithashtu, mos konsumi duanit, menaxhimi i stresit të tepërt, përmbajtja e një peshe normale trupore dhe gjumi i rregullt janë çelësi kryesorë drejt një jete të shëndetshme dhe gjithashtu evitimin e problemeve që mund të shkaktojë tension i lartë i gjakut. Ekspertët cilësojnë ushqimet me krip si fajtorët kryesorë të rritjes së tensionit të gjakut, sidomos tek ata persona të cilët kanë një bazë diete me përmbajtje të lartë të kripës. American Heart Association ka bërë listën e ushqimeve famkeqe që mund të përbëjnë përqindjen e lartë të kripës që vendosin në risk shëndetin e zemrës dhe atë të arterieve. Ato që ndikojnë negativisht në shëndetin e arterieve dhe zemrës sonë nuk janë vetëm stresi, një stil jetese jo korrekt, jeta sedentare, gjithashtu edhe problemet e ngjashme. Por edhe jeta sedentare dhe ajo që shtojmë në dietën tonë mund të ndikojë ndjeshëm në çështjet tona të stresit dhe të krijojë gjithashtu edhe probleme me hipertensionin. Dhe për shembull, edhe pse mundoheni të tregoni të kujdesshëm, konsumoni ushqime që përmbajnë sasi të lartë të kripës. Këto ushqime mund të shkaktojnë probleme të tilla si për shembull hipertension. Por American Heart Association ka gjetur listën e ushqimeve të cilat janë më të konsumuarat dhe të cilat ndikojnë negativisht në çështjet tuaja të hipertensionit. Sipas ekspertëve dhe kardiologëve, janë disa elementë që mund të konsiderohen si burimet kryesore të kripës në dietën tonë, të cilat dihet se do të ndikojnë në cilësinë e saj duke shkaktuar një rritje të problemeve kardiovaskulare, problemeve të qarkullimit të gjakut dhe rrisin riskun e iktusit dhe sulmin në zemër. Na tregoni të kujdesshëm me sasinë e kripës që vazhdimisht mundoheni të shtoni në dietën tuaj ditore. Sasitë e tepërta të kripës në dietë nuk lidhen vetëm me ushqimet që konsumoni, por edhe me atë që përshkruan ushqimi. Mesatarja e kripës për çdo njeriu që merr përmes ushqimeve është pothuajse 2 i asaj që lejohet për të mbajtur nën kontroll shëndetin e hipertensionit, citon CBS News Linda Vaughn. Sasia e kripës, sipas ekspertëve të rekomanduar, është fiksuar jo më shumë se 2300 mg në ditë, por sipas American Heart Association, ajo nuk duhet t'i kalojë më shumë se 1500 mg në ditë, por sasia e tepërt e kripës që përdorim sot, sidomos në dietën me përmbajtje të lartë të yndyrës, mund t'i kalojë mbi 3400 mg, që është risku kryesor i problemeve dhe rritjes së sëmundjeve të hipertensionit. Por cilat janë ushqimet të cilat ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj të zemrës dhe krijojnë gjithashtu edhe komplikacione me hipertensionit? Buka.
Buka mund të mos duket shumë e kriposur, por pikërisht një fet buk mund të përmbajë një sasi tepër të madhe me rreth 230 mg, çka do të thotë se do të ofrojë rreth 15% të sasive të rekomanduar ditore të kripës. Ekspertët cilësojnë se bukën është mirë ta përzgjidhni atë të përgatitur vetën në shtëpi, krahasuar me atë bukë të cilën mund ta merrni edhe me element të sasive të natriumit të tepërt. Mishi i konservuar mund të ndikojë vërtet negativisht në çështjet tuaja të hipertensionit dhe të krijojë gjithashtu anën negative të tij në shëndetin tuaj të përgjithshëm, duke nxitur gjithashtu përkeçimin e organizmit dhe rritjen e problemeve të shëndetit tuaj. Produktet me bazë mishi të konservuar, siç janë sallamrat, prosciutat, përmbajnë shumë sasi të lartë të kripës. Kjo ndikon në konservimin dhe ruajtjen e tyre për më gjatë. Por produkte të ndryshme të tilla si mishi i bardhë në kuti mund të përmbajë rreth 1050 mg krip. Një përqindje kjo është shumë e lartë për shëndetin tuaj që mund të ndikojë negativisht në çështjet tuaja imunitare. Pulat e ngrira gjithashtu mund të ndikojnë në rritjen e problemeve të hipertensionit. Produktet me bazë mishi të ngrirë, siç janë pulat e ngrira, përmbajnë sasi të larta të kripës në bazën e vetëpërmbajtjes së tyre. Krahat dhe kofshët e pulës së skuqur mund të konsumohen nëpërmjet fast foodeve, por ato përmbajnë më shumë se 600 mg krip, që mund të ndikojë drejt për së drejti në rritjen e problemeve të hipertensionit dhe krijimin e komplikacioneve të shëndetit tuaj. Sanduiçet dhe ushqimet fast foode janë armiku kryesor i shëndetit të tensionit. Paninet që përdoren për hamburgerat, për shembull, janë vërtet të këqija, sepse jo vetëm që përmbajnë sasi të lartë të kripës, por në përgjithësi kanë edhe mishra të konservuar dhe produkte të tjera. Të gjitha këto është shumë të pasur me krip. Në përgjithësi një panine mund të përmbajë përmbi 1500 mg krip, që mund të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj dhe krijimin e komplikacioneve tuaja. Edhe picat janë të dëmshme për ju. Fetat klasike të picës në duke të pafajshme që askush nuk nguron t'i gëlltisë me një frymë gjatë pushimit në punë, mund të përmbajnë 760 mg krip, shoqëruar kjo me një përqindje të lartë të yndyrës dhe të kalorive. Edhe supat ndikojnë gjithashtu negativisht, sidomos ato të gatshme. Supat, sidomos ato që gjenden në kuti gjysmë të gatshme në supermarkete, mund të jenë të dëmshme dhe të pasura me krip. Një racion i tyre, sipas Art Association, mund të përmbajë deri në 940 mg krip. Me pak fjalë, përveç ushqimeve që dihet se duhet të eliminohen sidomos nga personat me tension të lartë të gjakut, burimet e kripës mund të jenë edhe ushqime që deri tani nuk i kishit marrë në konsiderat. Kështu, pa e kuptuar fare mund ta gjeni veten me probleme kardiovaskulare dhe ndoshta mund të duket se mund të ndiqni edhe një dietë korrekte. Me pak fjalë, kujdesuni që të reduktoni sasinë e kripës në dietën tuaj, pasi siç dihet, negativiteti i tyre do të shkaktojë probleme të mëdha në shëndetin e përgjithshëm. Mishi i kuq gjithashtu mund të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj të tensionit. Mishi i kuq është i shijshëm, por përmban një sasi tepër të lartë të niveleve të kolesterolit që dëmtojnë zemrën dhe enët e gjakut. Sipas të dhënave, një sasi prej 400 gram mishi gatuar përmban 254 mg krip dhe 308 mg kolesterol. E njëjta gjë vlen gjithashtu edhe për ndikimin e përkeçimit të shëndetit tuaj. Sa më mirë ta pasuroni dietën me produkte të duhura, aq më pak probleme do të keni në shëndetin tuaj. Siguroni që sasinë e mishit me yndyrë ta evitoni nga dieta juaj. Salcat e paketuara të domates kanë në përmbajtje të lartë të natriumit dhe mund të ndikojnë gjithashtu në përkeçimin e shëndetit dhe mbajtjes nën kontroll të tensionit të lartë të gjakut. Këto ushqime mund të tingëllojnë ideale për një darkë të shpejtë, por gjithashtu mund të rrisin tensionin në mënyrë të pakontrolluar. Paketimet me salcë domate që janë në kanaçe ose edhe në enë prej qelçi përmbajnë deri në 650 mg sodium, çka mund të ndikojë në përkeçimin e shëndetit tuaj dhe rritjen e papritur të niveleve të hipertensionit. Tregoni të kujdesshëm gjithashtu edhe me përmbajtjen e sasive të kriprave të tepërta që përmbajnë turshit e gatshme, sidomos ato të marketeve. Vëmendje:
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të informojnë dhe të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj, ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor. Informacionet në këtë video kanë për qëllim informimi dhe asgjë më shumë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.